Kjo është sikur ajo fjala anekdotike e popullit që thanë këngëtar është, thanë, për nuk kënën. Qysh këngëtar është e nuk kënën. Nëse s'kënën s'është këngëtar. Konkrete dhe i rezultateve të prekshme. Ju e keni parë se Harullahu e njeh kryeqytetin, por në të njëjtën kohë vazhdon ta studiojë atë, sepse e ka qytetarin në mendje dhe për shkak se e ka shërbimin në zemër. Harullahu si deputet i Republikës, si ministër i qeverisë, çdo punë që e merr e krye me përkushtim dhe e çon deri në fund. E ata të tjerë kanë fjalë të mëdha e punë qysh të vinë. Duhet të flasësh për qytetarin, me qytetarin, dhe të punosh vetë i pari, e ta kesh organizatën që të mbështet, e në këtë rast nuk është vetëm organizata e lëvizjes, po edhe qeveria e Republikës që kërkesat e projektet e Hajrullah Qekut i merr si obligim me përgjegjësi dhe i zbaton të gjitha ato me njëherë e një nga një. Sepse do të qytetar, si kryeministri i Republikës, duhet një kryetar i kryeqytetit me të cilin mund të bashkëpunoj. Me këtë kryetarin aktual, edhe në ditë që është kryetar, nuk ka mundur të bashkëpunoj, sepse ai ka ankesa e nuk ka kërkesa. Ai është një kryetar i cili në vend se të bashkëpunoj me qeverinë, e përdor komunën si platformë për rivalitet politik e opozitarizëm ndërpartijak. Komuna nuk është vendi ku bëhet opozitarizmi. Qeveria dhe komuna duhet të bashkëpunojnë. As 1/3 e buxhetit Prishtinës nuk e siguron komuna nga tyrat vetanake. Bashkëpunimi është i domosdoshëm për hir të qytetarit. Dhe përveç se s'ka pas bashkëpunim, ka pas edhe dëmtim. Ka edhe borgje, ka edhe mbrapshti e dëme, përveç se nuk ka dobi e frute. Prandaj, në këtë situatë në të cilën ndodhemi, është e domosdoshme ta kemi një kryetar të komunës, i cili në kryeqytet e parasheh banimin e përballueshëm dhe social. Banimin e përballueshëm për çiftet reja e atë social për familjet nevojë. Na nevojitet një kryetar i kryeqytetit që e kupton që kompetenca kryesore që ka, në fakt është arsimi. Arsimi në Kosovë është i decentralizuar. Ministri Arbrien Agavsi na tregon këtë më së miri. Në njërin anë kemi decentralizimin në për komunat arsimit, e në anën tjetër kemi autonominë e universitetit. Kryetari i komunës duhet të angazhohet maksimalisht për shkollim, për edukim, duke filluar nga qerdhet. Pa e dini çfarë, në 4 vjeçarin e kaluar, as një qerdhe e re në Republikës anime me doktor Qemal Aliun, 5 qerdhe të reja, merrni me mend. Merrni me mend, çka do të thotë kryetar kryeqyteti. 4 vjet as një qerdhe, Qemal Aliu e ka gjetë një qerdhe në shtime, i ka bërë 6. Shpejtin Bulliqi në Llap në Podujev e ka gjetë një qerdhe, i ka bërë 9, tash pe i premton edhe 14. Kjo tregon kur ka vullnet kryetari sa puna mund të bëhet. Po kur i mungon vullneti kryetarit, ai më nuk është kryetar. Kryetari pa vullnet nuk është kryetar. Kjo është sikur ajo fjala anekdotike e popullit që thanë këngëtar është, thanë, për nuk kënën. Qysh këngëtar është e nuk kënën. Nëse s'kënën s'është këngëtar. Pra, kryetari pa vullnet nuk është kryetar. Po ne kemi vullnetin tonë.
për një kandidat që ka vullnet më bo kryetar, e që do t'jetë kryetar i kryeqytetit me vullnet, Hajrullah Çeku. Hajrullah Çeku, si që pat, nuk flet për improvizime, kamuflime, po për një vizion me program e projekte që këthen qytetin tonë model zhvillimit urban. Ky vizion nuk është vetëm i hajrës, ky vizion është i të gjithë neve. Ky është vizioni i lëvizjes vetëvendosje dhe Hajrullah Çekun e kemi për herë midis nesh e në balë të kësaj gare, rezultatin e së cilës do ta vullosni ju me votën tuaj në vendvotimet anëmbon kryeqytetit e posaçërisht këtu në Dardani të dielën e 12 tetorit, atëherë kur parafërsisht në këtë kohë pas numërimit të rezultateve të gjithë bashkë jemi duke festuar fitoren tonë për bashkë. Kjo garë ka nevoj për të gjithë juve bashkë, për secilin e secilin, për t'ja kthyer dinjitetin Prishtinës, për t'ja kthyer zhvillimin ekonomisë kryeqytetit dhe njëkohësisht për t'a sjell barazin midis qytetarëve të kryeqytetit. Të dashur qytetar, këto zgjedhje 12 tetorit nuk janë thjesht vetëm votim për një kryetar, ato janë referendum për të ardhmen e kryeqytetit. Referendum për të ardhmen e kryeqytetit. Referendumi fitohet me vullnetin e qytetarëve që guxojnë, me vullnetin e qytetarëve që dinë, me vullnetin e qytetarëve që duan, e të tillë janë votuesit e vetëvendosjes dhe mbështetësit e vetëvendosjes që kësaj radhe e kanë kandidatin e shkëlqyer më të mirën në këtë shekull që prej çlirimit në kryeqytet Hajrullah Çeku. Zgjedhja është e qartë sepse zgjidhja është e qartë. Ose për Prishtinën e stagnimit, e privatizimeve, e të korrupsionit, ose për Prishtinën e zhvillimit të barazisë e të funksionimit. Përgjigja është e qartë, ne që duam zgjidhje do të zgjedhim dhe kemi pse zgjedhim sepse e kemi zgjidhjen. Lëvizjen tonë e tuaj vetëvendosje me numër 105 me kryetar Hajrullah Çekun e me kandidatët për asamblenë komunale që ndodhen po ashtu këtu midis jush e para meje e që do t'ja shënojnë shumicën solide kryetarit të ardhshëm Hajrullah Çeku, ashtu që ky vizion me program e projekte kur shndrohet në vendim komune ta ketë legitimitetin e plot me shumicën në kuvendin komunal që përbëhet prej këtyre asamblezëve të ardhshëm nga vetëvendosja, nga partia Buzë, nga alternativa në kryeqytet. Ju bëj thirrje andaj që të mobilizohemi maksimalisht. Prej 18 vjeç deri në 88, 98, 100, 105